Është thënia e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë: "Yjet janë siguri për banorët e qiellit, ndërsa ehli bejti im është siguri për ummetin tim." Ky hadith është transmetuar nga shumë sahabë me disa ndryshime të vogla në disa fjalë. Disa prej sahabëve janë Ali ibn Abu Talibi, Ibn Abbasi, Salam ibn al-Aqwa, Jabir ibn Abdullah al-Ansari dhe të tjerë. Këtë hadith e transmetojnë Imam Ahmed ibn Hanbal në librin e tij Fadailus Sahabe, At-Taberaniu në librin e tij Al-Mujma'ul Kabir, El-Hakim në librin e tij El-Mustadrak në 3 vende, Rawjaniu në librin e tij Musnad, Azah as-Sakhawi në librin e tij Musaddad, Ibn Abu Shayba dhe Ebi Ya'la në librat e tyre Musnad. Ky hadith në shtesë të qenit i saktë e shumë dietar. Ai ka rrugë të shumta transmetimit të cilat forcojnë njëra tjetrën. Të hadithe kanë quajtur të saktë El-Hakim, Ibn Hajeri, Suyutiu dhe El-Menawi në librat e tyre. Secili prej tyre vërteton dhe mbështet mendimin se ky hadith ka një zinxhir të saktë transmetimi. Po ashtu edhe dietari nderuar Sakhawi në librin e tij Istijla'u Irtiqa bil Ghuraf thotë se ky është një hadith i saktë dhe merret për bazë. Ai është argument për çfarë ka në brendësinë e tij. Të njëjtën gjë thotë edhe Semhudi në librin e tij Jawahirul Iqdain. Ai përveç sigurisë që jep për zinxhirin e transmetimit, pohon se ky është një hadith mbështetës për hadithin e Thaqalejnit. Nëpërmjet këtij hadithi ne kuptojmë më mirë domosdoshmërinë për të ndjekur familjen e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ata janë të pranishëm në çdo kohë deri në ardhjën e ditës së fundit të botës, ashtu siç është edhe libri i Allahut i pranishëm në të gjitha kohët. Ata janë siguria e jetës në tokë, mos ekzistenca e tyre sjell edhe mos ekzistencën e njerëzimit. Pra hadithi i lartë përmendur është një hadith që është transmetuar nga shumë sahabë dhe është i fortë në zinxhirin e transmetimit të tij. Gjithashtu ky është një hadith që na tregon se duhet të kapemi fort pas familjes së profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Na tregon se nuk është zgjidhje largimi nga familja e tij. El-Menawi në librin e tij Faidul Qadir thotë se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka krahasuar ata me yjet, sepse dhe funksioni i tyre është si i yjeve. Ata ndriçojnë, orientojnë, perëndojnë, lindin, rrugëtojnë dhe në këtë mënyrë kryejnë funksionin e udhëzimit të njerëzve dhe të shpëtimit të tyre nga humbja. Ata janë siguri prej shkatërimit. Nga domosdoshmëria e kapjes pas tyre, e ndjekjes së rrugës së tyre dhe të qenit të tyre siguri për banorët e tokës, sqarohet pagabueshmëria e tyre dhe mos kundërshtimi i shariatit nga ana e tyre. Nëse do supozohej se ata do të gabonin, nuk do të realizohej të qenit të tyre siguri.